Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sot do të flasim për një pjesë thelbësore të sistemit shëndetësor, e cila ndihmon mjekët në diagnostikimin, ndjekjen dhe trajtimin e saj, pra për biokimin klinike. Për të na folur më shumë rreth kësaj teme dhe rëndësisë së saj, në studio kam kënaqësinë të mirëpres doktor Mohamed Berbatosi. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit për ftesën. Nisim fillimisht pra me pyetjen e parë se çfarë është biokimia klinike si lëmi mjekësore dhe cili është roli i biokimistit klinik, pra çfarë rëndësie ka ai? Biokimia klinike është një lëmi e mjekësisë, e cila merret me shqyrtimin, interpretimin dhe përgatitjen e parametrave biokimik në të gjitha lëngjet trupore, në gjak, plazmë, serum, urinë, lëngun cerebrospinal. Pra merret me përcaktimin e këtyre parametrave dhe ka një rëndësi shumë të madhe në monitorimin, diagnostifikimin, trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në mjekësi. Si lëmi e mjekësisë ka rëndësi të madhe, ndoshta më thënë kyçe, sepse të gjitha lëmit tjera të mjekësisë janë të ndërlidhura me biokimin klinike. Është shumë vështirë ta japësh një diagnozë apo të monitorosh apo të trajtosh një sëmundje pa i pasur edhe parametrat që vijnë nga biokimia klinike. Kurse roli i biokimistit në mjekësi është kyç, për arsye se biokimisti e bën përpunimin e këtyre parametrave biokimik dhe pastaj e bën interpretimin e tyre së pari me doktorin, apo klinicistin tjetër, po edhe tek pacienta. Domethënë e bën interpretimin dhe e jep këshillat sikur pacientit ashtu në bashkëpunim edhe me doktorin. Pra mundem të them se biokimia klinike është një ndër lemit kyçe në mjekësi. Doktor, para se pacientët të vinë pra të bëjnë analizat laboratorike, a ka nevojë që një pacient të ketë pra më shumë përgatitje për atë analizë? Preferohet se para se të vjen në laborator për analiza laboratorike, një pacient duhet të jetë i përgatitur. Së pari preferohet që të jetë esull 8 deri në 12 orë. Kur them esull, ai mund të përdorë sasi të ujit të mjaftueshme, jo të taprojë, por të mjaftueshme, dhe të mos përdorë pije tjera. Pastaj nuk duhet të përdor ushqime, për arsye se nëse përdor ushqime së ujit, disa parametra mjekësor, disa parametra laboratorik dalin ndryshe, për shembull glukoza, yndyrat, gjithashtu duhet të jetë i pushueshëm, të largohet, mos ketë stres, të largohet pra nga këto dhe mos të ketë edhe ndonjë aktivitet të rënduar fizik, sepse edhe aktiviteti i rënduar fizik ndryshon parametrat e ndryshëm laboratorik. Doktor, të pyes ashtu, nëse një pacient pra ka ardhur me këto që po i thua, nuk e ka bërë të njëjtën gjë që e ke këshilluar, çfarë ju rekomandonte? Në fillim e pyesëm se ai ka bërë gjitha këto gjërat. Nëse nuk i ka bërë këto gjërat, për shembull, nëse pacienti nuk ka qenë esull për një kohë më të gjatë, ose 6-7 orë, dhe nëse një glukozë del për shembull më e lartë, atëherë bëjmë një test tjetër, e pyesim pacientin se nëse don me vërtetu këtë, e bën atë, nëse paraqet 2-3 mujoshin e sheqerit, ose nëse ka mundësi, atëherë duhet të vijë më i përgatitur, përndryshe nuk do të kem rezultate të sakta, dhe nëse nuk kem rezultate të sakta, atëherë kemi shumë vështirë që ta diagnostikojmë ose ta monitorojmë një sëmundje nga që ka pacienti. A është kjo e njëjta përgatitje për të gjitha analizat? Nuk është për të gjitha analizat. Disa analiza nuk kanë nevojë për një përgatitje, as për ushqim dhe as për aktivitete fizike. Mirë, po rekomandohet që para se të vjen, nëse edhe njëra nga këta parametrat e ke në mes në këtyre analiza, rekomandohet që të mbaj këto udhëzime të cilat ne ja japim më herët. Doktor, dua të pyes se sa shpesh ju rekomandohet pra një pacienti të kryej pra dhe të ketë sa më shumë analiza laboratorike? Nuk është një saktë sa shpesh duhet të bëhen, mirë po si rekomandim është të bëhen një herë në vit. Nëse pacienti ose nëse personi është i shëndosh, nuk ka probleme shëndetësore, nuk ka ndeshaj klinik, atëherë rekomandohet që analiza rutinore të bëhen një herë në vit. Kjo është deri në moshën 50 vjeçare. Pastaj nëse pas moshës 50 vjeçare pacienti është i predispozuar për disa sëmundje tjera që vinë me moshë, për shembull më shumë diabeti, hipertensioni, atëherë kjo preferohet që të bëhen analizat jo vetëm një herë në vit, por të bëhen 2 herë në vit, çdo 6 muaj, pra varet se çfarë gjendje shëndetësore ke. Nëse ke probleme shëndetësore, atëherë këto bëhen më shpesh dhe bëhen me rekomandimin e klinicistit dhe mund të jenë ndoshta javore, mujore, varësisht se sa e rekomandon një klinicist tjetër.
Po cilët janë disa nga faktorët kryesor, pra duke marrë parasysh pra si gjinin, moshën, që të bën analizat laboratorike? Dhe faktorët janë për shembull nëse është gjinia mbas moshës 30-40 vjeçare fillon ndryshimi i hormoneve. Atë për shkak moshës preferohet që të bëhet një status hormonal. Tek femrat, ndërsa tek meshkujt për shembull mbas moshës 50 vjeçare ka disa ndryshime tjera, për shembull ne preferojmë që të bëhet një total PSA. Një ndër këto që mund të bëhen në moshë. A mund të na shpjegosh më shumë se çfarë është ajo pra sa i përket shikuesve ta dinë më shumë? Mund të them se për shkak të moshës ka ndryshime hormonale. Dhe për të vërejtë të ndryshimet që ndodhen në trup duhet të bëhet këto hormonet. Të shohim statusin hormonal se çfarë ndryshime ka. Kjo është vetëm tek gjinia femërore, kurse tek meshkujt atë që thash më parë, për shkak të gjinisë, për shkak të moshës duhet të bëhen total PSA-ja, e cila është për një kancer specifik të meshkujt. Në rregull, doktor, cilat janë disa nga analizat më të rëndësishme që rekomandohen pra gjatë një kontrolli vjetor? Rutinor, vjetor. Atëherë nuk është një listë fikse e cila duhet gjithsesi këto analiza të bëhen, mirë po në laboratorin tonë kemi një analiza rutinore të cilat i bëjmë për shembull, më së pari nëse vjen është një pasqyrja e gjakut apo hemograma, në të cilën këtë mund të shohim qelizat, eritrocitet, leukocitet, trombocitet. Pastaj në këtë mund të shohim inflamacione të ndryshme, mund të shohim pagjaksinë dhe gjendjen e përgjithshme të qelizave në organizëm. Pastaj e bëjmë një sendiment, i cili na tregon më shumë për inflamacionet. Një glikemi, e cila tregon nivelin e sheqerit në gjak. Pastaj mund të bëjmë uren kreatininën, e cila tregon funksionin e vezhgëve. Mund të bëjmë një transaminazat, altinastin, gamma-ketin, bilirubinat, që ta tregojnë funksionin e melqisë. Pastaj mund të bëjmë acidin urik, e bëjmë një CRP që na tregon më shumë për inflamacion, për inflamacionet bakteriale. Mund të bëjmë dhe tiroiden, një panel të tiroides, trip tiroidet të 3 e 4 të son, ose mund të bëjmë edhe 5 panele, 5 tiroidet, në si panele 5. Pastaj mund të bëjmë në një pagjaksinë nëse dyshojmë, bëjmë ferritinën, vitaminën B12, acidin urik, të cilat na tregojnë për një mungesë të egur në pagjaksinë në trupin e njerëzit. Pastaj mund të bëjmë edhe vitaminën D. Janë të analizat që në përgjithësi e kompletojnë një analizë rutinore. Dhe nëse gjatë këtyre shohim një ndryshim, atëherë mund të sugjerojmë analiza tjera plotësuese. Për shembull, përmenda nëse shohim një ndryshim tek trigliceridet e kolesterolit, bëjmë edhe fraksionet, LDL, ose nëse shohim një ndryshim tek glikemia, atëherë bëjmë të tremujorshin e nivelit e glukozës në gjak. Varësisht se çfarë parametra marrim, çfarë marrim nga parametra, mund të bëjmë analiza shtetë. Mi po si bazë e kemi këto parametra të cilat i përmenda më lart. Pastaj varet edhe nga kërkesa ose gjendja shëndetësore e atij pacienti, nëse ka pas ndonjë ankesë para se të vjetën, ose nëse ka dëshirë me bëj diçka më shumë. Po, a duhet ta dallojmë ndonjërin prej këtyre apo është vetëm kjo rutinë që duhet ta bëjmë? Është kjo rutinë si analiza rutinore. Mirë, po nëse gjatë kohës na tregon pacienti se ka pas ndonjë shqetësim të posaçëm diçka, atëherë i shtojmë analiza tjera, të cilat me bashkëpunim me të dhe e plotësojmë më shumë këtë rutinor. Doktor, cilat janë këshillat e tua për pacientën të cilët nuk i përmban analizave të 6 mujorit, mund të themi ashtu? Këshilla ime është që gjithsesi person duhet ta bëjë një analizë rutinore brenda vitit. Kjo është për arsye se duke bërë analiza rutinore pata apo nuk pata probleme shëndetësore, mund të shohim ose të parandalojmë ndonjë sëmundje. Është shumë e rëndësishme parandalimi se sa është më vështirë, është më lehtë se sa mjekimi. Duke bërë këto vizita dhe duke i mbajtë këto këshilla që i dham na ndihmon shumë në parandalimin e sëmundjeve ndryshme, të cilat mund të kemi dhe nuk i shohim, nuk janë të shfaqura klinikisht, mirë po në parametrat mjekësor dalin më herët, kështu që i preferoj që gjithsesi ta bëjnë një analizë rutinore brenda vitit. Duke qenë pra që biokimisti klinik ka një rol thelbësor, po themi ashtu edhe në komunikim me mjekët e tjerë. Si mund të themi që bashkëpunimi mund të bëhet në praktikë dhe çfarë ndikimi ka në diagnozë? Bashkëpunimi i doktorit laboratorit apo specialistit biokimistë klinike
ka shumë rëndësi të madhe me doktorët tjerë, të lëmive tjera, edhe kjo mund të bëhet në person. Për shembull, interpretimin e analizave të cilat i morëm nga laboratori, biokimisti mund të interpreton, të këshillon ose sharon me doktorat të tjerë dhe mund të vjen shumë më shpejt të një diagnostifikim, të një monitorim ose të një shërim i sëmundjeve. Kjo mund të bëhet domthonë doktor me doktor në person, mund të bëhet përmes telefonit, mund të bëhet bashkëpunim edhe përmes trajnimeve të përbashkëta me biokimistë, me klinicistë të tjerë. Pastaj mund të bëhet një protokoll i përbashkët, se nëse ne i gjejmë gjitha informatat të cilat edhe klinikisti i ka për pacientat, atëherë nëse shembull kisha mundë të marr për shembull nëse një troponin dele në alt, atëherë biokimisti klinik, doktori i laboratorit, mundet shpejt mi tregu klinicistit tjetër se ky parametër është i lartë dhe ka shumë rëndësi që të ndikohet sa më shpejt tek ai pacient. Pra është shumë e rëndësishëm bashkëpunimi në mes të biokimistit klinik dhe doktorët e lëmive tjera. Për fund, pra, doktor, cili është mesazhi juaj për qytetarët lidhur me rëndësinë e analizave pra laboratorike, gjithashtu edhe kontrollet në rutinën shëndetësore? Unë kisha pasur mesazh të gjithë që gjithsesi të bëhet një analizë laboratorike rutinore brenda vitit. Në këtë mënyrë bën parandalimin edhe bën parandalimin e sëmundjeve dhe para se të vinë të natë të përmbajnë të gjitha këshillat të cilat i ceka më sipër. Në këtë metodë na mundsoi neve që të kemi analizat sa më të sakta dhe interpretimi të jetë më sakt, kështu që monitorojmë sa më mirë atë sëmundje dhe është mirë për pacientin, po edhe për neve se kemi rezultate në laborator. Doktor, të falenderoj pra shumë për kohën dhe sqarimet e tua. Është kënaqësia ime, falenderoj shumë reja. E për të parë më shumë rreth analizave laboratorike, ndiqni historien e realizuar nga gazetarja jonë Rona Veseli. Përshëndetje shikues të emisionit Doktor Plus, jemi në një laborator modern ku çdo ditë pune fillon herët dhe me kujdes maksimal. Përveç aparaturave të avancuara, roli i stafit teknik është vendimtar për të siguruar saktësinë dhe cilësinë e rezultateve. Në laboratorin e klinikës Cardio Plus, laborantët e mjekësor punojnë në bashkëpunim të ngushtë me mjekët biokimist për të garantuar standardet më të larta profesionale në çdo hap të procesit laboratorik. Për të kuptuar më mirë këtë proces, biseduam me një nga laborantët mjekësor të laboratorit, i cili na shpjegon se si zhvilloi puna nga momenti që pacienti hyn në laborator e deri në dorëzimin e rezultateve. Kur fillon puna, fillon me përgatitjen e ambientit të punës, ku ne si staf laboratorik kontrollojmë pastërtinë dhe dezinfektimin e hapësirave. Sigurojmë që aparaturat janë të pastërta dhe në gjendje pune që të përgatiten materialet e nevojshme për ditën. Kur pacienti arrin, laboratori gjithmonë verifikon kërkesën mjekësore ose analizat e porositëra për saktësi. Në mbikëqyrjen e mjekut biokimist përfundohet kontrolli i brendshëm i cilësisë me mostra të kontrollit, për secilën analizë që do të realizohet gjatë ditës. Nëse ndonjë parametër del jashtë intervalit të pranuar, më i lartë apo më i ulët, atëherë laboratori vendos për kalibrim dhe përsëritje të kontrollit. Vetëm pas këtij konfirmimi fillojmë punën me mostrat e pacientëve. Me të ardhur të pacientit në laborator, ne si staf verifikojmë kërkesën mjekësore apo analizat e porositura. Këto analiza regjistrohen në sistem për gaditjen e pruvetat dhe pajisjet e nevojshme. Kryhet marrja e gjakut duke respektuar gjithmonë standardet higjieno-sanitare. Mostrat etiketohen sakt dhe nëse është nevojshme, pastaj vazhdojmë me procesin e centrifugimit. Në çdo hap është normale që të linë situatë jo e zakonshme. Për shembull, pacient me kushte speciale, kërkesa jo e zakonshme laboratorike e shumë arsye të tjera. Ku, për këto arsye, ne si staf gjithmonë konsultohemi me biokimistin për të vepruar sipas protokollit të duhur. Nëse gjatë përpunimit të rezultateve laboratorike, laboratori vren një rezultat të dyshemt ose kritik, për shembull shumë i ulët ose shumë i lartë, ai nuk e lëshon rezultatin menjëherë.
Fillimisht kontrollohet aparatura dhe përsëritet analiza prap nëse është e nevojshme. Ky bashkëpunim i ngushtë me biokimistin asiguron që çdo rezultat i ndjeshëm të trajtohet me kujdes maksimal dhe të mos ndodh asnjë vonesë në reagimin klinik. Nëse ndodh ndonjë defekt gjatë punës në laborator, fillimisht kontrollojmë elementet bazë, siç janë rryma, kabllot, reagjenta dhe filtrat. Nëse problemi është i thjeshtë për të zgjidhur, për shembull bllokim linje, air bubble, mungesë reagjentash, atëherë mundet me rregullu edhe laboratori. Nëse problemi nuk zgjidhet menjëherë, laboranti njofton biokimistin klinik, i cili merr vendimin për atë aparat. Pastaj vendosim se a do të përdoret aparati rezervë apo do të bëhet ndalimi i përkohshëm i punës në atë linjë. Gjithçka dokumentohet në regjistrim teknik dhe nëse kërkohet, kontaktohet edhe servisi teknik. Nëse ne si staf vërejmë që një mosër është e papërshtatshme, për shembull e emolizuar rënd, pa etiket, e dëmtuar apo ka sasi të pamjaftueshme, ajo mosër nuk futet fare në proces. Mostra gjithmonë paraqitet tek biokimisti klinik për verifikim, pasi që konfirmohet prap, atëherë njoftohet pacienti për me ardhur dhe me marrë mostrën e re. Nëse laboratori vëren që një mosër është e papërshtatshme, për shembull e emolizuar rënd, pa etiket, e dëmtuar ose me sasi të pamjaftueshme të gjakut, ajo mosër nuk futet fare në proces. Mostrat paraqiten tek biokimisti klinik për verifikim, pas konfirmimit thërritet pacienti që të marrë mostrën e re. Laboratori është gjithmonë i detyruar të ndjekë standardet e brendshme që të mos pranojmë mostra që nuk i përmbushim kriteret e cilësisë. Pasi analizat përfundojnë, laboratori kontrollon paraprakisht për saktësi teknike. Pastaj i dorëzojmë tek mjeku biokimist për verifikim dhe aprovim. Biokimisti i rishikon të gjitha rezultatet në mënyrë profesionale, vetëm pas aprovimit të tij, raportet laboratorike printohen apo ju dërgohen elektronikisht tek pacientët. Çdo hap në laborator është i lidhur ngushtë me përgjegjësi, përkushtim dhe bashkëpunim të ndërsjellët. Fal stafit të kualifikuar dhe pajisjeve moderne, laboratori në klinikën Cardioplus garanton cilësi të lartë dhe rezultate të besueshme për çdo pacient. Në këtë mënyrë, laboratori bëhet një hallkë e rëndësishme për vendimarrje mjekësore dhe një pikë referimi për shërbime profesionale laboratorike në vend. Të nderuar shikues, kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Shihemi në emisionet e radhës. Natën e mirë dhe mirupafshim.